Azia e Largët po kthehet në një pikë takimesh të shpeshta për kreun e qeverisë Edi Rama, takime që në çdo rast kanë kryefjalë bashkëpunimin ekonomik. Pasi vizitoi Azerbajxhanin, kreu i qeverisë u rikthye në Azi për një vizitë dyditore në Kazakistan, një nga vendet me tokën më të pasur me rezervat natyrore të gazit, naftës, uraniumit e arit, që ja lehtëson ndjeshëm bashkëpunimin ekonomik çdo vendi. Dhe pikërisht këtë ftesë për të bashkëpunuar në sektorin e ekonomisë, kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama ja prezantoi presidentit të Kazakistanit Nursultan Nazarbayev. Rama i shprehu presidentit kazak gatishmërinë e qeverisë për të mirëpritur investitorë të Kazakistanit në fushën e transportit, naftës e gazit, ku ky vend është një ndër prodhuesit më të mëdhenj në botë. Presidenti Nazarbayev tha se beson se qeveria e Edi Ramës ofron një mundësi të re për bashkëpunim. Ai u përgjigj pozitivisht ftesës së kryeministrit për të vizituar së shpejti Shqipërinë bashkë me një grup sipërmarrësish kazak të interesuar për investime në vendin tonë. Investitorët kazak janë sot ndër më të fuqishmit në Europë, me një vëllim investime shpreh 26 miliard dollar. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim të veçantë edhe me homologun e Kazakistanit, Karim Masimov, ku shoqërohej nga zëvendës kryeministri i Kosovës, Behgjet Pacolli. Një nga projektet e mëdha të diskutuara nga Rama dhe nga zëvendës kryeministri i Kosovës, Behgjet Pacolli, ishte mundësia e zhvillimit dhe investimit në një sistem hekurudhor modern që mundëson lidhjen mes porteve shqiptare dhe rrjetit hekurudhor europian e aziatik. Kryeministri Masimov theksoi nevojën për të nënshkruar sa më shpejt dy marrëveshje kryesore në fushën e nxitjes së tregtisë dhe shmanges së taksimit të dyfisht mes dy vendeve. Në fund të takimit u firmos edhe një marrëveshje dypalqe mirëkuptimi për thellimin e bashkëpunimit Shqipëri-Kazakistan.